Në konceptimin e fjalëve të profetit alayhis salatu wassalam, nuk duhet ketë vend për përçarje. Pra gjithse i cili ka të drejtën e konceptimit edhe të veprimit, me patjetër, ne mund të jemi në një saf në namaz dhe forma e faljes ndryshon konceptimin nga njëri tek tjetri. Po kjo ka qenë në zanafillën e parë deri tek sahabët e profetit alayhis salatu wassalam. Po a ndikoi mënyra e ndryshme, a ndikoi diversiteti i ndryshëm, jo në formën e të besuarit, sepse besimi është po në mënyrën e të praktikuarit. A ndikoi kjo tek shokët e profetit alayhis salam? As pak. Nuk ndikoi. Kur nuk u përçan sahabët e profetit se ky e veproi në këtë formë apo ky tjetër në këtë formë. Pra e kuptonin shumë mirë pjesën e konceptimit të diçka që ka një konceptim personal. Pra kur profeti alayhis salatu wassalam u tha shokëve të tij që ishin një grup, nisuni dhe mos e falni namazin e ikindis, vetëm se kur të mbërrini tek fisi Beni Qurayza, një fis që kishte rrethuar profetin alayhis salatu wassalam. Një pjesë prej tyre, duke qenë se nuk arritën domethënë kohën e ikindis, pra brenda kohës, një pjesë prej tyre e falën sepse thanë ai profeti alayhis salatu wassalam ka patur për qëllim që të nxitojmë, ndërsa një pjesë tjetër morën pjesën e jashtme të drejtë për drejtë të këtij hadithi duke thënë jo, nëse do të kishte për qëllim këtë, do të kishte thënë që nxitoni. Nuk do të ishte nevoja që ta specifikonte të thonë të mos e falni namazin e ikindis vetëm sa atje, që po na thot, pra në të dyja rastet janë dakord që i fton për të nxituar, por konceptimi i dytë ishte që jo, do ta falni në atë vend, pra nuk do të ndaleni as pak rrugës. Pra, edhe pse vepruan në dy forma të ndryshme, sepse këtu mungon domethënë prisi, se kur është prisi, institucioni është ai i cili i ndan këto gjëra, edhe pse vepruan në forma të ndryshme, nuk ishin të përçarë të nderuarit e mi midis njëri tjetrit. Ndaj fjalët e profetit, metodika e profetit është për të na bashkuar. Ne mund të jemi në të njëjtin saf të namazit, dhe ndoshta mund të kemi dhe forma të ndryshme se si falemi, ose metodika të ndryshme. Mënyra në dhënien e tekbirit. Dikush nuk i ngren duart kur shkon për në ruku, kur ngrihet nga rukuja, apo kur ngrihet për në rekatin e tretë. Dikush i ngren. Dikush kur shkon për në sejdë, zbret për në sejdë, bjen me duar, me pëllëmb, dikush me gjunjë. Për gjitha këto janë konceptimet e ndryshme të haditheve të profetit alayhis salatu wassalam. Në formën e teshahudit, në pjesën e fundit të namazit, dikush e ngren atë gishtin vetëm tek shahadeti, domethënë tek ashhadu an la ilaha illa Allah. Dikush e ngren aty dhe e man vetëm të drejtuar për nga kibla, që në të gjitha rastet domethënë çfarë simbolizon? Simbolizon si ngritjen e duarve, pra drejtimi i gishtit në këtë formë në namaz, pra çfarë simbolizon? Si ngritja e duarve jashtë namazit apo në namaz në kunut. Dikush e lëviz atë gishtin, domethënë e ngren. Në të gjitha këto veprime çfarë janë? Hadithe të ndryshme të profetit alayhis salatu wassalam, të cilat nuk duhet të na përçajnë as pak, por të tregojnë edhe një herë tjetër atë tolerancën e madhe që ka në fenë e Allahut dhe diversiteti. Pra nuk mund të jetë Islami bardhëzi. Islami ka të gjitha ngjyrat. Islami nuk ka diktaturë në vetvete. Nuk ka se duhet ta veprosh në këtë formë dhe pikë.